të Kosovës e kanë obligim të sigurojnë 61 vota për kalimin e kryeparlamentarës dhe me pas kalojmë në procedurat e tjera të zgjedhjes së nënkryetarëve të kuvendit, të konstituohet në plotni kuvendi dhe me pas të shkohet në zgjedhjen e qeverisë që i takon partisë, por edhe të kalojmë në afatet kushtetuese. Kjo s'po ndodh, ne veç i kemi siguruar në nënshkrimin të hanën për të shkelje ligjore dhe kushtetuese, kalimin nga votimi i hapur në votim të fshehtë në mes të votimeve, konsiderojmë që është shkelje ligjore, është shkelje kushtetuese dhe do t'i adresohem gjykatës kushtetuese për këtë shkelje. Zëra Katrie, kush i dha një nënshkrim përveç deputetëve, 5 deputetëve të OKS? Momentalisht i kemi edhe në nënshkrimet e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, me qenë se është weekend sot ditë pune nuk mundem me procedu sot, kemi të diellën seancë, do të mbledhim edhe në nënshkrimet të deputetëve tjerë, qoftë edhe të komuniteteve dhe të Partisë Demokratike të Kosovës, edhe do të vazhdojmë dhe të procedojmë me tutje. Nuk ka të drejtë askush, edhe pse është parti fituese, nuk ka të drejtë të ndryshojë rregullat e lojës, ligji është ligj, kushtetuesa është kushtetues, askush nuk është mbi ligjin, askush nuk është mbi kushtetuesen. Drejtën po me propozu dhe me zgjedh, po ne nuk kemi obligim me zgjedh dhe me votu kandidatin e lëvizjes vetëvendosje. Nuk thot që ne duhet të votojmë, duhet votat për kalim të kryetares së kuvendit t'i siguroj lëvizja vetëvendosje dhe parti tjera. Partinë e dytë asnjë tjetër, vetëm këtë parti atë në zgjedhje do të morë. Le t'i gjenë, ata duhet bëjnë përpjekje që t'i sigurojnë 61 vota për kalimin e kryeparlamentarës që propozuan nga lëvizja vetëvendosje. Ne, zakonisht për adresimin nevojitën dhe të nënshkrime, ne veç i kemi dhe të nënshkrime, thash sot ishte seancë e shkurt, ne mundem me zgjeru listën edhe me nënshkrime ma shumë, s'ka rëndësi, po megjithatë dhe të nënshkrime i kemi. Zëra Katria, ku e bazoheni, ku është lënda cilën keni me dorëzuar kushtetuese? Ne kemi lëndën të ndryshimit, a e merrni rendin e ditës apo çka? Po, e kemi rendin e ditës, i kemi marrë të gjitha transkriptet të seancave plenore, e kemi bërë kërkesën, i kemi kërkesjen, jemi bazuar në ligje, është përpiluar kërkesa dhe kjo do të adresohet. Ne nuk mundem të adresohem gjykatës kushtetuese veç me edhe të nënshkrime pa pas një kërkesë, pa pas një lëndë. Është hartuar nga ekspert të kushtetutës dhe kjo do të adresohet dhe do të dërgohet në gjykatën kushtetuese të Hanën. Përket një ftesë eventualit presidencës, e cila u shpreh hapur presidenti janë fakt për një takim mes partive më të mëdha parlamentare, çu është qëndrimi i OKS në raport me këtë ftesë? Ne do i përgjigjem sepse edhe neve nuk kemi të kënaqur me situatën që po ndodh, me këtë maraton që po ndodh në kuvendin e Kosovës. Besoj çdo konsult është mirësor, të shohim si do të përgjigjen edhe parti tjera, besoj që edhe ne do të përgjigjem pozitivisht. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve, ne përsëri sot bëm edhe një tentativ për të zhbllokuar procesin, sepse tashmë është krejt i pakuptueshëm jo vetëm për ju si media dhe për ne si të zgjedhur me votën e qytetarit, por edhe për të gjithë qytetarët tanë shihet që ky proces duhet ecë përpara. Nuk ka asnjë arsye për ta vazhduar blokadën, mundësit janë për ta zhbllokuar që sot, ishin për ta zhbllokuar që sot, mirë po nuk u shfrytëzua, madje u shfrytëzua foltorja e kuvendit edhe për dhënë deklarata që edhe në vazhdimsi do të vazhdoj të mbetet e bllokuar. Ne në vazhdimsi jemi përpjekur të përçojmë sinjale që jemi të interesuar që të ecim përpara me konstituimin e kuvendit. Kuvendi duhet konstituohet, nuk ka alternativë ndaj konstituimit kuvendit. Dihet qartë
kush i bën propozimet, si bëhen propozimet dhe si shkon procesi, mirë po deri tani ende nuk kemi asnjë progres në këtë fushë. Keni qenë dëshmitar të letrës që kryeministri i ka dërguar Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila nuk është marrë